Doktor, është një pyetje tjetër që lidhet me muajin respektivisht me agjërimin, por nga këndvështrimi tjetër, domethënë një femër, një muslimane pyet, a lejohet që femrat të agjërojnë gjatë kohës së ciklit të tyre menstrual kur janë? Me agjëru? Po. Haram është. Dhe kjo është një problematikë që duhet pak sqarim nga se. Kjo është haram. Kjo problematikë jo e vogël ka qenë e madhe, ose zbeh pak, do të mos zbeh krejt. Kjo nuk guxon me ekzistuar të musliman. Nanat tona, gjyshet tona, o zot. Fal doktor, po është një pyetje e ndërlidhur me këtë, thotë se mumjen keq, njëri prej muslimanëve pyet, thotë mumjen keq më ndërprej agjërimin për shkak kësaj. Është ndoshta natyra e kulturës, akoma vetëdijsimi nuk është si duhet dhe të ngjashme. Dhe kanë bërë disa gjëra, kështu që pak më shumë se haram e ka me agjëru. Haram e ka me agjëru. Mundet motra me mshef që nuk është agjërueshë. Se vje marë, pe konetve, pe vjarrive, pe vllaznive, po, s'ka problem ato. Kështu kanë bujnë gratë motra tonë të naut, me mshef. Por, jo me agjëru. Ja. Qohet në sefer, hanë iftar me ta, a më dhe ditën, shtën të shkanë guedhe, nëse hanë sefer, nuk hanë më njët me agjëru. Të më rëndësishëm, sepse më që me hanë sefer buk, në njetë. Mos me bo njetë, të bëdi hava hanë. Por nuk e bë njetë, veç hanë, i shërben, edhe hanë me ta buk, edhe hanë iftar me ta buk, por agjëru shumë nuk është. Ja, agjëru shumë nuk bën më ka. Është haram. Kështë të thanë, nanat, gjyshet, motra tona, me vite, me dekada, me shekuj. Nuk e di unë, nuk e di, seriozisht nuk e di, si është e mundur që ata haxhallar tonë, me respektin më të madh ndaj tyre, për mundin e madh, për dijen, për imanin, devotshmërinë, që edhe shumë punë tjera që kanë bërë, që kanë përjetu, pe kralit, mbretërisë serbet, pe atëherët, deri në ramin e komunizmit, kanë bërë punë të madhe, por disa gjana, qysh nuk ja kanë spjegu miljetit, unë nuk e kam qartë definitiv, ndërto është nuk ja kanë spjegue grave, motrave, nanave, se gruja nuk bën femra me agjëru, e ka haram me agjëru gjatë mujorëve që i ka. E ka haram Allah. Zoti është ai cili e ka ngrit prej agjëruzve, ka preashtuar për këtë interval kohor derisa të pastrohet. Allahu ti kofshi fal. Për ata edhe në hadith ka se haram e ka femra me agjëru është haram. Pra jotën që nuk shpërblehet, por është haram. Hingjuna. Dhe kështë hingjuna. Dhe kështu kanë thënë tonë ulemaja e dunjas. E pastaj do të më kompenzu masanej kur të mundet. Po as ditë sa kanë bet. Pa as ditë sa kanë bet. Kur do. Rregull e qartë.